Dita ndërkombëtare e librit është 23 prilli, ne sot festojmë po këtë ditë. Kjo është një traditë që vite me radhë festohet në Universitetin e Evropës Juglidore, gjithsesi në Bibliotekën Max van der Stoel. Është kënaqësi e veçantë për ne të jemi një koqir të gjithë atyre personave të cilët promovojnë vlerën dhe leximin në shoqëri. Sot, ashtu siç e kemi bërë tradicionalisht vite me radhë, sot përsëri japim mirënjohje 5 personave nga shoqëria, të cilët kanë promovuar leximin gjatë vitit të kaluar, si dhe 5 studentëve më të rregullt të Universitetit të Evropës Juglindore. Gjithashtu në bashkëpunim me Bibliotekën e Qytetit Koçarracin u japim edhe mirënjohje 5 nxënësve më të rregullt të cilët lexojnë më tepër në Bibliotekën e Qytetit. Bibliotekës së Shtulit i shtohen ata studentë të cilët lexojnë, tregojnë interes për leximin apo i paksohen? Të jemi sinqert, Bibliotekës së Shtulit nuk zvoglohet numri i lexuesve, po zvoglohet numri i huazimeve të librave. Ajo do të thënë që ka një kalim të shfrytëzimit të burimeve elektronike më tepër se burimeve të printuara, që tregon se duhet edhe ne të kemi kujdes dhe të përcjellim këtë trend bashkohor dhe të koncentrohemi më tepër që të uapim, të furnizojmë, domethënë, ose të mundsojmë studentëve të kenë qasje sa më tepër në burime elektronike. Unë personalisht kisha preferuar të lexoj libër në vend se të lexoj diçka në formë elektronike, po ja që disa situata na imponojnë këtë gjë. Ishte kjo edhe pandemia, po ashtu janë edhe situata tjera të cilat na imponojnë këtë lloj të leximit. Mirë po, gjithsesi ne si bibliotekë, ne si shoqëri duhet të luftojmë ta ruajmë atë të printuarën, ajo që është me rëndësi libri. Së pari, falenderoj mësuesin tim të parë, zotin Afet Aslan nga fshati Çiftlik, i cili në vitin 1975 më ka mësue abetaren. Pastaj asi falenderoj edhe zonjën Medina Abdullahin që më njoftoi. Lexoj nga klasa e parë, por motivimin për lexim e ku marrë në vitin 1981, kur ka nisë demonstratat e para në Kosovë, dhe prej atëherë dhe sot e kësaj dite nuk jam ndal për momentin e lexoj librin e autorit Ajdit Elkarni, Mesut Trishto. Viviana, bane foto? Respekt.